Shkojmë me pyetjen e radhës. Thotë kështu, çka din ti, çka ka në atë dunjë? Ju veç mashtroni thotë. Po blidhen këta pyetje tash. Me këtë tjetër. Shimë, ne atë dunjë e dim sipas Kuranit dhe Sunetit. As gjë s'kemi shtuar, s'kemi paksu. E besojmë Kuranin dhe Sunetin. Unë e përmenda më herët. Domethënë njeriu i kalon 4 etapa. Etapa e para është jeta në barkun e nanës. 7 muaj, 9 muaj. Dikush vdes, dikush lind. Zoti çka ka caktuar. Apo? Po. Pastaj etapa e ditë lind këtë botë. Se çdo fëmijë që lind në botë në qarë, pse qarë? Ai kinezi, gjermani, anglezi, shqiptari, bugari, rus, krejt ku lindin qajnë. Krejt. Pse? Se e ka një jetë sigurt e ka pas në barkun e nanës vet, jashtë nxefta, ftofta, nuk intereson atë, e ka pas tamam. Tash del me një botë pa sigurt. Në momentin që e krijon një siguri, e bën një siguri me punë, me një shtëpi të vogël në një vetur, i vjen kohë 50, 60, 20, 80, 100 vdes. Edhe shkon me një vend të pasigurt. Ajo jeta në varr. Çka e siguron atë? E siguron vepra e mirë. Allahu Akbar. E tash në momentin që e krijon sigurinë në varr, sa atje në varr nuk do të jetë sikur ne që e mendojmë varrin. Varri ose zgjerohet, bëhet kopsht për kopshte të xhenetit ose bëhet grop nga gropat e xhenemit. Kënë varret punë që do të bëjmë këtë botë. Këto tash ajo filozofia atyre që nuk duam ta pranojnë këtë, se e din që kanë me u dënuar me atë filozofinë, po nëse pendohen, Allah subhanahu wa taala u afal. Pendohen, kthehen te Zoti se gjithçka ka me qenë në rregull. E pastaj kur do të ringjallim me të gjithë, do të marrim, si të tregova, do të dalim para Zotit, ai që on për në xhenet, ai që bën. E shpjegoj më herët. Domethënë 4 etapa e fundit është kur Allah subhanahu wa taala ka na thonë hin xhenet. Kjo puna më e madhe që mundet me pas njëri. Këtë tjerat janë sekondare. Fitoria më e madhe. O sa dush me lodhën këtë botë. O sa dush shteti fort. Këtë botën sundoj. Shkon, kalon. 50-60 vjet. O kalon. Edhe forca kalon, edhe mendja kalon, edhe bukuria, edhe gjithçka shkatërrohet, gjithçka. Por asgjë shumë rëndësi japim në këtë botë. Vallahi po. U lodhëm. Bash u lodhëm. Që djalin ta martoj, vajzën ta martoj, shtëpinë ta ndërtoj, djali telefon, vajzës telefon, vetë telefon, blej atë, blej këtë, hatë që, ban qefe, çka? Nisoj. Nëse e pini çorp edhe nëse hatë 5 kg mish për shembull. Çka mundet me ndodh? Prap të din mbrëmje, njëri flen, tjetri flen. Mos i dalin brinja këtij që ka më shumë parë, më shumë. Nisoj. Dunja nuk ka asgjë. Dunja e vetëm sprov për njerëzit. Pashallah. Por as ka djalli, ai, kjo, por më usprovu në vetë. Edhe ne të mirat që kemi. Zoti sprovon do me skami, do sprovon me të mira. Nëse na ka dhënë Zoti, na ka sprovu. Se çka kena me bënë. Por këta pasanikat e mëdhenj që ka me miliardë, çka kanë me bënë? A mundet me ta sjell gëzimin? Pasuria. A mundet me ta sjell zemrën, pasuria? Shpirtin. Kur ti bëjnë ka 100 vjet që kanë parë me miliardë. Çka ka me gëzuar? Asgjë. Por punë të mira dhe veprat e mira. Kur gjë tjetër, këtë jetë në këtë botë. Asgjë nuk merr me vete përpos se veprën e mirë ose të keqes. Çike po, para çka në varr, sipas feston njeriu që on vepër mirë i mirë, i vjen një krijesë me fytyrë të bukur. Thotë që si njeri. Edhe këta thot, kush je ti? Thot, unë jam vepra jote e mirë. Inshallah nuk na sprovon Zoti me ardh me fytyrë të mralt. Me pamje të keqe. Kush je ti? Thot, vepra jote e keqe që ke bën atë botë. Por çka po them që këto leni këta punë të prallave. Jo, pyetja është çka din ti? Çka ka në dunjë? Jo veç mashtroni. Leni këto punë të prallave, tham se e dim se se ne nuk folim me dëshirën tonë, as me mendjen tonë, por folim wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Edhe pejgamberi më kanë akuzuar ti je mashtrues, ti do më bën brete, ti çe kena me të dhon krejt. Ama pejgamberi nuk ka fol nga mendja e vet, ka fol nga ajo që e ka zbrit Allah subhanahu wa taala në Kur'an dhe në Sunet. Edhe ne flasim sipas asaj që on në Kur'an
edhe në sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Asë gjë nuk shtëm, as nuk paksa. Shok ti që e ki parashu këtë pite, Allah i ta mundsoft me qelë zemrën dhe me besu edhe ti. Allahu e dhzoft, Allahu e dhzoft. Nuk kena armik me ty. Inshallah ti Po na se njohëm se Po di. se njohëm, po që na ka As orë e njohëm pyetje. se din, po mbasi që